Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takohemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. E sot kemi ardhur në fshatin Petrov të komunës së Shtimës, ku do bëjmë një intervistë shumë të veçantë me njërin nga banorët e këtij fshati. Gjaç, fillimisht mirëdita, faleminderit shumë që na pritët. Për neve shumë kënaqësi. Apo na prezantohesh fillimisht? Ahmet Tërshoni nga fshati Petrov. Agja Ahmet, apo më tregon pak, na sot kemi ardhur këtu në vendindjen e juaj. Sa ka ndru ky vend ndër vite pak? Çu e kujton prej vite më herët? Ky vend ka ndryshu shumë më të madhe. Atëherë pra s'ka me ka pas Allahi në rëft, gjon ka pas a dush, ta s'ka asnjë hiç. Që këtë orë jam i ka bon shtëdhan, kur gjon hiç. S'ka me musafir ka pas, s'ka me kana pas, për musafir ka pas 10 herë më shumë. Ta shtybe në orë, kështë në orë një orë edhe hiç. Qështu? Që e kujtoni këtë fshat ndër vite? A ka pas hiç banor ma shumë? Ja, atëherë ka pas ma pak, ta shko ma shumë. Po, ta shko ma shumë. Nuk është një fshat që njerëzit shumë shkojnë? Jo, po tash edhe ndërtimet janë kaj tjera, atëherë kaj janë konë shpija të vogla, shpija. Tash edhe kushtet për jetes janë krejt? 100 herë ma mirë. Po knasima nuk ka se kushtet janë konë 100 herë ma mirë. Qka për mungën knasia, kjo mbledhita? Knasia, vallaj, për sa musafiri arke në përdojë datë bugla, në përdojë datë këshia, ngrotu gatue, me kaftjallë, me dark, me drek, me kejt. Ta shtiv edhe me orë një orë edhe hecë, dullen kjerë, dullen sa atë në kom. E pse po mendon të është ma ketë qështu? Jo, ta është ma mirë. Pse ma mirë, se ma se po për grani, me për kejt ma se po. Apo neve pleqve ju ma se po. Se na kena që me po muhabet, me naj plaka, me naj dikane, ta shki me ko me reja, me grue, me djallë. Shki me ko. Apo më tregën pak në këtë fshat për para, sa ka qenë bujtësia, blektoria? Bujtësia dhe blektoria u konën shumë e modhe. Ta është bujtësia ka ro ketë, blektoria ka ro ketë. S'ma kush gjonë një lëp në postë, dikush heq, ma shumë heq. Nuk është që merën moment? Jo. Ko shumë edhe një ndorë për joshna për Gjermanië, për Zvicër, ka kanë mujtë. Ju jetëni këto, gjithmonë keni jetu, s'keni dalja? Valla që 75 jetë. A ju ka shku menja në herë me dalë koftë, në shtime, koftë, na i kom janë? Unë i kam edhe 2 djemë jashtë, shkoj ri 15 ditë edhe veç, ma shumë nuk mujë me nejtë. Nuk të pëlqenë? Nuk heq. Së në rënë atje? Veç, kumë punu ka 2-3 muë që ashtu në zesë, më ti, në të tretër edhe në shpi. Më dojmë ma shumë me të pijat kusha atje të ri. Me punu pasha zotin ko punë këto sa dush, me punu sukur që këtë gjolë janë. Ko punë sa dush. Po të rritë nuk përdojnë ta shumë punën. Që po mendojnë që po dalin tash edhe shumë jashtë? Po vallaj po dalin po mendojnë që është ma mirë atje, shumisa dhe kthehem. Vallaj ma mirë se veni të konë tyben postë. Edhe ju vete pas këtë provu edhe si ju ka bëjtë? Më këmë provu e vallaj më kanë lukë më ndrejsh edhe letat këmë faleminderës, ditën e mire, më që tyben rrimë. A si ke ndrejsh letat? Nashi po kralla këmë posë ma shumë, a më knasia u konë shumë ma madhe. Edhe me vendindjen tonë dhe nuk kabre kënë, që përdi është ka dush, sigur veni e tyben postë kënë. Më tregove tash edhe ma herët djali i ka marrë disa dhi, po merët me to, po edhe ti ku ke i fort ka gja shumë edhe po shojmë që po vjen me i ndimu në i herë. Vallaj, era me ndimu me shku në puna. Era që të pikëshyri pak edhe shpe. Që shë një ditë për juve këto? Ajri i pastër, veni bukur? Shumë veni bukur, ori është i pastër, qëtësi, në kena banesa dhe në shtime, për kur shatë jam gjallë tyben shkusha. Edhe këta nuk janë mrak me shku, asë reja, asë fytjori nuk janë mrak me shku në banisë. Edhe pse i keni nuk ju ka mush menën me shku? Kur vallaj, qatë jam gjallë, ja. Jo, bë po qëfar veni kem na, qëfar ori, qëfar pasurije këtu kena Allahi në rëft. Jetesa tash është regullu edhe më fshat, jënë kushtet shumë atë mira, ka rrugë të asfaltume. Kur gjonë nuk kije eksik, me uj, me kanalizim, me asfalt, me shka kosan që është fshatin të vërë. Kur gjonë nuk ka mongë, hiq. Gjithë shka është për me jetu mirë. Unë që shimojnë men këtë rrugë. Qysh kanë qenë, tregëm pak që shimojnë men? Që shimojnë men unë e dho që të një me kije me kualë mindi që më shimë me do. Se me kërë rrishë, po s'ka posë edhe kërë. Shumë mja dynë kështë në konë këtë fshatin. E tash që asfalti për edhe, te nga bërë kam asfalti.
Edhe është uji, është shkolla, është... Shako san shkolla tash janë të ndërtu dhe një qerdhe. Në ofër shkollës. Shkolla thirët Berem Curi. Në zonë sa shkojnë shkollë. Tash janë me 3 në rrimë, 4 se janë të pri shkollën me maru halo dhe matë modhe. Ma mirë nuk ka qysh. Tyben pas qysh më konë ma mirë. Veç që aty me komenajt plesh kanë hejë, se nuk po konë njëri me komenajt, që aja është ma mongi pikejtve. Pak ma fështirë, Po, për ndryshe tjera, tjetesa këto është... S'ko qysh ma mirë heq. E përmendet që edhe në të kalumën ka qenë edhe situata ma ndryshe, janë anë ma shumë me zveti. Po valloj janë anë me zveti edhe në kom, dhe valloj 3 net, 4 net musafir ashin, kejt këshia, u mushke u da musafir, ti në gjysë notës të bon laf mua bet, tash ju. Tashat nuk ka as oda mu, janë bo ndërtime të Jo, dikush ko, unë s'kam për veti, ju valloj. janë bo kryesësh më... Jo, ke ndërtime të reja shfarguta, kush ko me nejt njët. S'ka mu që... Jo, mërë shfartis, ju. Baq, shumë faleminderit e nasë për të mundoj ma shumë për neve shumë knaci e shëndet. Edhe për ju e faleminderit shumë që keni gjithë kohë me orë këto. Të dashur shikues, ka që kishim për sot nga Kosova tjetër, e ne bashkë shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, tonk tonk!